Testi i arritshmërisë me shpërdorime, kopjime dhe manipulime kërkohet miradministrim. Nesër, ditën e premte në shkollat fillore të Kosovës, mbahet testi i arritshmërisë për nxënësit e klasave të nënta, një proces që synon të masë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë arsimit të obliguar. Një ditë para testit të arritshmërisë në shkollat fillore të Kosovës, njëhësi i arsimit nga Instituti Edgard Rinor Qehaja paraqiti shqetësime serioze për administrimin e testit të arritshmërisë, duke krahasuar me dështimet në testin e maturës. Testi i arritshmërisë është me shpërdorime, kopjime dhe manipulime që e bëjnë vlerësimin të pavlefshëm dhe jo të besueshëm. Testi i arritshmërisë në vlerësimin tonë nuk dallon shumë nga dështimi në administrimin nga testi i maturës. Përkundrazi vlerësojmë që është përshkallëzuar si e keqe në formë të shpërdorimeve, kopjimeve dhe manipulimit që ndodhin nga nxënësit, e cila bartet si pasojë që ata nxënës të mirë ose jo të mirë, në secilin rast na prezantojnë rezultate të cilat nuk janë valide dhe të besueshme. Ajo çka ne avokojmë tashmë, meqense karakteri i testit është orientues, është se e shohim të domosdoshme që i njëjti të mos ketë peshë në regjistrimin për shkollat e mesme të larta, për të ngel në atë qëllimin e tij të pastër që e ka të orientojë nxënësit që kush janë në ato profile, të cilët u takojnë më shumë si shkallësi dhe të shërbejnë si udhërrëfyes i mirë për një zgjedhje të mirë në karrierë, tha ai. Qehaja propozon që testi të mos ketë peshë në regjistrimin në shkollat e mesme për të përdoret vetëm si udhërrëfyes për orientim në karrierë. Struktura e testit dhe pyetjet sado që përditësohen në thelb ngelin të njëjta si formë, organizim, strukturë dhe si e tillë nuk presim ndonjë ndryshim nga vitet paraprake. Do të kemi rezultate të njëjta në nivel përafërsisht të ngjajshëm të kalueshmërisë, e cila është subjekt pastaj edhe sa rigoroz kanë qenë administruesit gjatë testimit. Përgjithsisht, ajo çka është determinuese për nxënësit është numri i pikëve, sa më shumë pikë, aq më i lartë probabiliteti për t'u regjistruar në shkollat që ata dëshirojnë. Për këtë arsye duhet më shumë rëndësi dhe një administrim i mirëfillt i këtij testimi, pasi që në një moment një testim i keq administruar, nxënësit jo të mirë shumë lehtë mund të kthehen në një performancë të mirë në testim, tha Qehaja. Ai kërkon nga Ministria e Arsimit dhe vëzhguesit që të garantojnë administrim të drejtë dhe të rikthejnë besimin në proces, duke shmangur dëmtimin e meritokracisë dhe konkurrencës së ndershme.